Mi mbroma dhe mirë se vini në Risori Flas Live nga Roma, nga kryeqyteti Italisë, këtu ku qeveria shqiptare zhvilloi për herë të parë një takim historik dypalësh me qeverinë italiane ku nënshkruan me 10 marrëveshje, por për më tepër përbën një moment simbolik në raportet midis dy vendeve, tashmë që Italia po konfirmohet si zyrtarisht dhe si sponsori kryesor I integrimit evropian të Shqipërisë. Unë jam në shoqërinë e kryeministit të vendit zotit Edi Rama. Zoti Rama, mbroma, faleminderit që gjetët kohë për të folur me sonte. Tashmë ministeri në Romë, flisë sikur tani është kryeqyteti juaj. Fakt sot bën një deklaratë shumë fort në konferencë për shtyptat që jemi një vend me Italinë. Ndjehemi si pjesë të një vend, jemi ndjerë gjithmonë, mendoj unë, si shqiptar gjithmonë Italinë kemi pas atë Amerikën tonë dhe e kemi ndjerë si pjesë tonë, unë besoj. Patjetër. Në fakt ishte simbolike dhe ndërtesa ka emrin Casino del Buon Respiro, pra është ndërtesa e ajrit mirë dhe u duk që ka një ajër shumë pozitiv midis dy qeverive, por ja bërë edhe pyetje zonës Meloni, a do jetë kjo mjaft për shpejtësinë e ecjes së Shqipërisë në rrugën e integrimit? Unë besoj që ne s'kemi qenë kur në nivelin që jemi sot në arenën ndërkombëtare dhe edhe niveli I marrëdhënieve me Italinë reflekton pikërisht këtë transformim të qenies së Shqipërisë ndërkombëtarisht dhe nga ana tjetër reflekton edhe një vullnet për hir të vërtetës të veçantë të kryeministres Italisë për të bërë më shumë me Shqipërinë dhe për Shqipërinë. Ka qenë diçka që unë e kam ndjerë qysh në takimin e parë dhe tani ka marrë shumë më tepër formë edhe për faktin se tani ajo vetë është futur plotësisht në kostumin e presidentes së Këshillit Ministrave të Italisë. Në fakt, unë nuk e dija, po fakti që Italia merr 6 muajt e parë presidentes BE-s në 2028-ën, kur presupozohet që ne të kemi mbyllur negociatat teknike, sigurisht është një lajm I mirë. Megjithatë, unë do kisha preferuar që të ishte te 6 muajt e 2028 se sa të parat, për shkak të faktit se, siç e kanë treguar edhe vendet e tjera, procesi politik do jetë pika nevralgjike, le të themi. Është një përkim I jashtëzakonshëm pozitiv në vazhdën e përkimeve të këtyre viteve të fundit që kanë praktikisht përshpejtuar në mënyrë eksponenciale, do thosha, procesin, pasi në ndërkohë që Malizi ka marrë vite tëra për të hapur kapitull, ne kemi hapur në 12 muaj, po numëroj tani dhe ato që do të hapen të fundit pas pak ditësh të gjithë kapitujt. Kështu që është një përshpejtim I jashtëzakonshëm dhe ai është një përkim I jashtëzakonshëm për faktin që nëse ne ja dalim me sukses të mbyllim negociatat brenda 2027-s, atëherë Italia 6 muajt e parë dhe posaçërisht kjo kryeministre do jenë një dorë e fatit në këtë proces. Në fakt, duhet të thënë që fati ka qenë me ne gjatë 2-3 viteve të fundit për sa I përket procesit të integrimit. Meloni kur përgjigj pyetjes nëse do të ndihmonte apo jo me Greqinë, foli për në emër pra në vetë parë për kontaktet e saj me kryeministin Mitsotakis. Fakti Italia ne ka gjys borxhin me Greqinë, për shkak se ndesherin me Greqinë, në thojza e kemi të trashëguar gjën e luftës për shkak luftës italo-greke. Por nga ana tjetër, apo I paguajmë ne një kosto gjithashtu temi kësaj vllazërie 3 me Italinë, dhe kjo nuk I referohet batutës tuaj si vllai I vogël I motrës madhe të Giorgia Meloni. Pse e them këtë? Pasi popull emigrantësh që do të bashkohet, me sa kuptova unë, ndoshta na e shpjegoni ju më shumë marrëveshjen bilaterale ushtarake me Italinë, operacioneve për të ndalur fluksin emigrator në ujërat italiane dhe europiane. Nuk kemi ne një problematik të tillë në ujërat tona territoriale, me thënë drejtën, edhe kemi kohë që se kemi për fat mirë.
ne kemi më shumë nevojë të vazhdojmë luftën kundër trafiqeve që ka njohur përparime të mëdha, por që është një luftë që faktikisht asnjëherë nuk mbaron kurrë, por gjithmonë duhet zhvilluar, sepse në çdo moment që ti e konsideron të mbaruar, ajo rifillon prapë, dhe nga ana tjetër ne nuk kemi paguar faktikisht asnjë kosto, madje nëse do shikonim në mënyrë ngushtësisht politike, marrëveshja që kemi bërë na ka ndihmuar shumë në një Europë ku shumica e qeverive janë qeveri të djathta dhe i shkojnë në të njëjtin hulli politikës migracionit palishëm, madje jo vetëm të djathët, po edhe Danimarka, kryeministja e Danimarkës, që është një kryeministre e majt, është një kampione kundër migracionit palishëm. Thënë kjo, duhet mos harrojmë asnjëherë që kjo nuk është një zgjedhje e jona në kuptimin se çfarë qasje duhet të ketë Europa ndaj migracionit palishëm, dhe nga ana tjetër nuk është një problem i drejt për drejt yni, sepse ne nuk kemi një problem të tillë, por zgjuarësia jonë është që të jemi në kohën e duhur në vendin e duhur dhe të marrim dhe kreditet e duhura, të cilat janë kredite që vlejnë në procesin e përgjithshëm të rritjes të rolit edhe të rritjes reputacionit Shqipërisë ndërkombëtarisht. Sigurisht, po ndjeni që jam pak emocional në ripërsëritjen e asaj pyetje që u bëra dhe në fakt ndoshta për shkak të situatës nuk u përgjigjet në mënyrë të plotë, pasi ndodheshit në presionin e shumë gazetarëve dhe të shumë pyetjeve temi edhe provokuese, por ka një tragjedi të marsit 97-s ku kanë humbur jetën 81 shqiptarë dhe vetë shtypi italian dhe autoritetet italiane e kanë gjetur spaku përgjegjëse një ushtarake italiane në mbytyjen e 4 të radhës dhe humbën jetën 81 veta, të paktën së paku 81 vetë. Dhe shteti italian nuk ka kërkuar ndjes për të zotë kryeminist. Nuk ka kërkuar ndjes të paktën formalisht, ndoshta ka kërkuar ndjes në mënyrë të tjera. Unë mendoj që e kanë bërë në të gjitha format edhe nga ana tjetër më shumë se sa për të parë nga shteti italian, kjo kujtesë na ndihmon të shohim veten dhe të mos harrojmë se në çfarë situatash kemi kaluar dhe çfarë periudhash tragjike kemi jetuar dhe natyrisht pa u kënaqur asnjëherë me atë që arrim, të mos harrojmë se nga sa larg vim dhe të jemi besimplot që nëse i kemi kapërcyer gjitha ato humnera e gjitha ato male në kuptimin e vërtet fjalës dhe sot arrim të ulemi në të njëjtën tryezë me qeverinë e Italisë, një format që e kemi nisur në kryet herës me qeverinë e Kosovës dhe sot e kemi me qeverinë e Italisë, është pa diskutim një arsye më shumë për të pasur shumë besim tek e nesërme. Zotëri Kryeminist, për te temi anës protokollare dhe sigurisht imazhit ndërkombëtar të Shqipërisë që për herë të parë ulet themi në pozita të barabarta me një qeveri të një vendi të Bashkimit Evropian, nga ana konkrete, marrëveshjet që nënshkruan, çfarë janë? Kjo është një tjetër i vlerësuar e takimit, sepse për te fuqisë jashtëzakonshme simbolike që ka takimi, se patjetër që është e rëndësishme, për te një vullosje të lartësisë, dinjitetit që ka sot Shqipëria ndërkombëtarisht, dhe që ky lloj takimi në këtë lloj formati e konfirmon për te thellimit të një partneriteti strategjik që është kyç për Shqipërinë në shumë aspekte. Mbledhja praktikisht përmbylli një sër procesesh, diskutimesh dhe bashkëpunimesh për marrëveshje konkrete në fusha
të ndryshme që janë marrëveshje me financime, që janë marrëveshje me programe zhvillimi, që janë marrëveshje me ngritje kapacitetesh, dhe jo rastësisht përmenda për shembull marrëveshjen për krijimin e një kompanie të përbashkët mes njerëz për ekselencave më të njohura të Europës në industrinë navale, siç është Fincantieri dhe kompanisë sonë të re Kajo për të ngritur kantierin e ndërtimit dhe të riparimit të anijeve në Pashaliman dhe pash pak gjithë studimin për këtë projekt edhe në vitin 2031 parashikohet që kjo kompani e përbashkët të krijojë një vlerë prej 400 milion eurosh, pra në një vit. Në fakt kjo është e rëndësishme pasi edhe nga kontaktet me burimet diplomatike italiane, ata janë të shqetësuar për faktin që pavarësisht se Italia, që tha dhe presidenti Meloni, është partneri kryesor tregtar i Shqipërisë, kur vjen puna te investimet serioze të mëdha ato që krijojnë vende të mëdha pune, pra apo krijojnë temi burime të tjera financiare, siç thoni ju, deri në vitin 2030 $400 milion vetëm nga një firmë ndërtimi, kantieri ndërtimi anijesh, në Shqipëri praktikisht to mungojnë. Ndërkohë që Italia ka kompani të mëdha, të cilat si Enel apo të tjera, të cilat mund dhe duhet kishin investuar dhe më herët në Shqipëri. Ndërkohë që investimet italiane në Shqipëri janë pra në total përbëjnë ndoshta ato që tha Meloni, por faktikisht këtu nuk ka investimet më serioze italiane. Këtu, domethënë, në Shqipëri. Kompanitë italiane ose më saktë industria italiane ka një profil të vetin në shtrirjen jashtë Italisë që nuk karakterizohet nga agresiviteti, po themi, në kuptimin e shtrirjes, por nga ana tjetër është e vërtet që ne mund kishim dhe duhet kemi më shumë, edhe për këtë duhet ndihma dhe mbështetja e qeverisë italiane dhe duhet vëmendja dhe besimi i kompanive të mëdha, ndërkohë që mos harrojmë që ne kemi prej disa vitesh në Shqipëri Enin, që operon në disa fusha të kërkimit të naftës dhe të gazit në Shqipëri, dhe në ndërkohë jemi duke përmbyllur një marrëveshje shumë të rëndësishme strategjike me një grup të madh italian që është grupi San Donato për të sjell në QSUT ekselencën e San Rafaeles Milanos për të ndërtuar një spital privat të një game shërbimesh dhe të një cilësie shumë të lartë, dhe për të sjell po ashtu edhe Universitetin Vita e Salute, që është universitet ndër më të mirët e mjekësisë në Europë. Kështu që gjërat janë duke shkuar në drejtimin e dur, edhe potenciali është i madh, por tani më edhe rrugët janë shumë më të qarta dhe shumë më të drejta për të parë në të ardhmen e afërt prezencë më të madhe edhe të kompanive italiane. A nuk ka ardhur momenti në këtë pikë ku janë raportet midis dy vendeve që qoftë temi Shqipëria t'i ofroj Italisë temi favore për të lehtësuar investimet të tyre, por nga ana tjetër dhe që ju të shtoni presionin ndaj qeverisë italiane me cilën keni këto raporte që keni sot, që dhe Shqipëria të marrë një farë mënyre statusin e privilegjuar për sa i përket investimeve italiane, pasi siç u pa dhe nga dita e sotme kostot janë më të ulta duke filluar nga gjua. Ne kemi një nga investimet më të mëdha që bën vetë Italia dhe që jemi dhe ne pjesë së bashku me Emiratet e Bashkuara për interkoneksionin me Italinë, gjë që lidhet edhe me krijimin e kapacitetet të reja të prodhimit të energjisë gjelbër në Shqipëri. Fillojmë këtë proces në një kohë jo shumë të largët, sepse po mbaron faza e parë e projektit, dhe po ashtu jemi në diskutime edhe për të ngritur një data center të fjalës fundit
në Shqipëri që është I njëjti model I data centerit që po ndërton Italia dhe që do të jetë një nga data centeret më të fuqishëm të këtij kontinenti. Ndërkohë, një tjetër marrëveshje që mbase duhet theksuar është marrëveshja me institucionin e famshëm financiar italian Cassa Depositi e Prestiti për Bankën Shqiptare të Zhvillimit. Tani më jemi në një fazë të avancuar edhe vitin e ardhshëm Banka Shqiptare e Zhvillimit do të fillojë të operojë në tregun shqiptar. Fal mbështetjes Cassa Depositi e Prestiti. Sa I përket kisha një tjetër pyetje për sa I përket procesit të integrimit. Temi Zoja Meloni tashmë ka marrë nickname-in e grua sport të Europës. Ja dha këtë presidenti Trump. Pra Giorgia Meloni, Polonia, deri diku Hungaria dhe Slovakia bën një presion të brendshëm te Bashkimit Evropian, gjë që her pas here tek analistë caktuar shton dilemën nëse ky Union Evropian do të arrijë dot të ekzistojë në momentet kur Franca nuk është në ditën e saj më të mirë, megjithëse është në ditën e mirë me ne. Dhe problemi është, ose pyetja është, në rast se themi rruga e integrimit vështirësohet sërish, edhe për shkak këtyre tensioneve të brendshme, sa e mundur është ajo që ju e thoni shpeshherë me shaka sa takoni Melonin që në fund fare mjafton që ta ketë Italia nuk kujdestarinë e saj. Pra sa e mundur është Italia t'i ofrojë Shqipërisë një raport tillë special që t'i bëjë de facto qytetarë shqiptar ndihen europian spakun territorin italian. Ne kemi arritur këtë gjë me Italinë edhe me futbollistët, me pensionistët, kjo është çështje kohe, me patentat, pra nuk është se kohe që integrimi jon me Italinë në këtë kuptim të jetë I plot, fare I plot, edhe pse është pothuajse I plot. Në ndërkohë që unë nuk e mendoj fare alternativën e mos ekzistencës Bashkimit Evropian, sepse në të gjitha rastet Bashkimi Evropian mbetet projekti më jashtëzakonshëm I njeriut politik në historinë e politikës dhe këto janë faza, janë momente që në jetën tonë janë të gjata, sepse janë vite, por në histori janë fragmente kohe. Kështu që nëse Bashkimi Evropian ka një proces të vetin ku vihen re edhe problematika që krijojnë terrenin për të spekuluar dhe me mundësinë e zhdukjes ti, këto janë procese që janë kalimtare në këndvështrimin tim, sepse mënyra se si globalizmi e ka transformuar botën e bën të pamundur të imagjinosh që vendet, shtetet të kthehen mbrapsht edhe të zvoglohen, në ndërkohë që ajo që Europës I duhet sot është që të krijojë fuqinë e nevojshme për të qëndruar një faktor në një botë ku disa fuqi janë gjithmonë më prezente dhe ku numrat, pesha në popullsi dhe në gjeografi ka një rëndësi themelore për të qëndruar relevant. Kështu që fiksimi im është 2027 të kryejmë detyrat me sukses deri në 2027, të mbyllim negociatat teknike, të bëjmë gjithë luftën politike më pas për t'i kaluar të gjithë parlamentet në atë 2 vjeçarin tjetër dhe pastaj të ulemi në turezën e Bashkimit Evropian. Kjo për ne është histori, kjo për ne është diçka vlera e cilës matet me gjithë lëngimet edhe sakrificat e brezave që ikën dhe do të matet me të gjitha përfitimet që do kenë brezat që vinë. Kam një pyetje të fundit, po para se të bëj pyetje të fundit për çështjen e integrimit, do të bëj një pyetje të fundit për sa I përket raporteve me Italinë. Kujtohet dekada më parë tashmë kur zoti Majko si kryeministër
pati folur për mundësinë e një tuneli që të lidhte Shqipërinë me Italinë. Atëherë, me thënë vërtetën, e patëm marrë me shumë shaka. Po ja ku jemi sot, kur të paktën tek ai kanal, jo Trantos, po kalojmë një linjë interkoneksione e cila për energjinë kuptohet, e cila do të furnizojë edhe një investim kolosal nëse ai do të realizohet në Zvërnec dhe në Sazan, mas marrëveshjes që keni në shkuar në Dubai. Mendoni që një ëndër e tillë mund bëhet diku realitet? Ëndër e tunelit Me që Zonja Meloni foli për korridorin 8. Nuk është se ne na ka lindur kjo nevojë apo se mungesa e këtij tuneli na pengon të bëjmë gjërat që do të jenë nevojshme në të ardhmen. Kështu që në këtë aspekt nuk di fare çfarë them, por që nëse marrim thjesht si vizionin e një lidhje të pasgjithshme, atëherë kjo lidhje po bëhet gjithmonë më e pasgjithshme dhe nga kjo pasgjithshmëri e kësaj lidhje përfitimi i Shqipërisë dhe i shqiptarëve është i dukshëm dhe patjetër që është gjithmonë më i dobishëm. Për sa i përket integrimit, raporti i fundit i progresit sigurisht me kujdes duhet ta them këtë, po padyshim ishte më pozitiv i viteve të fundit. Unë e them me kujdes, ndërkohë ambasadori ose kreu i misionit të Bashkimit Evropian Zoti Gonzato e quajti raport shumë pozitiv. Megjithatë aty dolën problematika të rëndësishme që lidhen edhe me procesin teknik negociatave, duke filluar nga administrata publike, duke folur për liritë e brendshme, duke folur për rritjen e standardeve të zgjedhjeve. Sa jemi gati, sa jeni ju gati të sakrifikoni nga pushteti juaj politik në emër të përshpejtimit të procesit? Nuk kemi nevojë të bëjmë asnjë sakrificë dhe nga pushteti politik, përkundrazi pushteti politik na duhet për të bërë të gjitha ato detyra, sepse shqiptarët na dëgjuan dhe na besuan duke na plotësuar kërkesën që na japin një mandat shumë fort, dhe kemi mandatin më të fortë që kemi pas ndonjëherë, për të bërë pikërisht gjërat që duhura. Kështu që nuk kemi çfarë sakrifikojmë. Po i referohem raportit i cili thotë përdorimi i administratës, përdorimi i pushtetit, E kuptoj. i dha favor palës që ishte në pushtet, i dha një hap apo dy hapa parë krahasuar me konkurrentët. Unë besoj që ne jemi shumë më tepër se një apo dy hapa, edhe kjo është fare lehtësisht e provueshme nëse do t'i marrim me radhë të gjitha aspektet e fushës ku zhvillohet gara politike. Por ne i marrim me seriozitet të gjitha vërejtjet dhe patjetër do bëjmë më të mirën që t'i adresojmë dhe që t'i përmirësojmë të gjitha proceset, përfshirë dhe procesin zgjedhor, me të gjitha mundësitë tona, natyrisht pa u përpjekur të bëjmë shpikje dhe as pa nxjerr syt për të vënë vetulla. Kësaj i referoheni çfarë? Jo, kam fjalën që standardet dihen, praktikat më të mira dihen, mënyra se si të tjerët i kanë adresuar problematikat dihen dhe përmirësimet që ne kemi bërë në standardet e zgjedhjeve dhe në proceset zgjedhore janë të jashtëzakonshme, po të marrë parasysh ankthin që kemi pasur në kohën kur kutit nuk hapeshin. Sot jemi në një kohë krejt tjetër, edhe praktikisht kutit u rinumëruan të gjitha dhe lëvizjet ishin krejt të papërfillshme në raport me rezultatin dhe krejt të papërfillshme për të konsideruar të dyshimta në raport me vullnetin e mirë të administratorëve zgjedhor. Sapo keni rifituar më saktë 5 bashki tjera në zgjedhjet e pjesshme të nëntorit.
Dy pyetje kam lidhur me këtë. Ajo shqetëson pjesëmarrja e ulët në këto zgjedhje? Si njeri politik flas, jo si njeri elektoral. Si njeri elektoral ju jeni në rregull pasi mazhorancën nuk e tenton të personalisht pjesëmarrja ishte shumë e lartë në raport me atmosferën dhe në raport edhe me një ditë të mbingarkuar me shi. Pra atmosfera e përgjithshme ishte atmosfera e një palë zgjedhje ku s'kishte garë. Dhe është njësoj si thuash pse nuk u mbush stadiumi kur nuk ka ndeshje. Për çfarë do shkojnë njerëzit në stadium kur s'ka ndeshje, po kur është një stërvitje. Faktikisht, këto zgjedhje ishin një stërvitje, madje ishin një stërvitje ku u stërvitën skuadrat pa praninë edhe të trajnerit edhe të ekipit teknik. Pra lojtarët hynë, u stërvitën vetë, luajtën vetë, fituan vetë, sepse s'kishin përballë askënd. Tani për çfarë duhet marrin pjesë njerëzit në këto zgjedhje masivisht dhe si mund mbushet stadiumi? Unë e konsideroj që morën pjesë më shumë, jo e konsideroj, po ju them për mua morën pjesë shumë. Për shembull në Berat ishin 11.000 e ca votues, ndërkohë që në 11 maj në Bashkinë e Beratit ishin një 13.000. Në Vlorë as 20.000 ama. Po Vlora e ka karakteristike që ka pjesëmarrje më të ulët se sa vendet e tjera, sepse Vlora o Barcelona o s'ka. Kështu që për te shakas nuk kam asnjë shqetësim lidhur me këtë, sepse ishin zgjedhje ku unë nuk kam marrë pjesë në asnjë takim zgjedhor, unë personalisht dhe askush tjetër. Thjesht kam bërë kandidatët punën e tyre edhe pse s'kishim kundërshtar me kë Partia Demokratike iku me vrap nga fusha edhe laca kandidat gjëra të pavarur, mori dhe aktor bile që të luanin rolin e kandidatëve të pavarur edhe çfarë do bënin njerëzit në atë teatër që u zhvillua, kështu që konfirmuan kandidatët tanë normal. Dhe me këtë lidhet në fakt dhe pyetja ime e fundit e kësaj pjesës parë. Pastaj kalojmë te peshat e rënda në pjesën e dytë. Kjo puna e PS-s që nuk humbet dot zgjedhjet, duket si... Pse duhet i humbasim zgjedhjet? Jo, një sekond. Jo, dakor. Jo, që s'ka konkurrencë pra. Po detyra jonë nuk është të krijojmë një konkurrent të aftë që të na mund. Detyra jonë është mundim konkurrentin që kemi. Çfarë do të thotë? Jo, po çfarë duhet për çfarë? Duhet për shembull, nuk ndoshta do të ishte, kur ju pyeta për punën e sakrifikimit pushtetit politik që ju keni dhe që japin shqiptarë. Sakrifica për shembull për një vend evropian do të ishte nga ana juaj që ju të luftonit ta hapnit sistemin politik në fakt. Ç'do të thonë? Sepse në këto kushte kur Partia Demokratike ka hyrë në një proces tretje biologjike dhe ku për momentin shkëndijat e forcave treja janë ende të zbeta, mos do të ishte temi dhe dinjitoze në pamje shtetërore që Partia Socialiste që ka marrë misionin e reformës drejtësi, të reformave të tjera, t'i futet edhe sistemit të reformimit politik të vendet. Ç'do të thonë? Hapte sistemin politik. Ja, për sistemin politik. Të gjithë janë të mirëseardhur të hyjnë të bëjnë përpjekjen e tyre, sepse tjetër është hapja, tjetër është copëzimi i sistemit politik, duke krijuar kushtet që gjithë farë lloj partish të marrin pjesë në një proces që pastaj bëhet i paqeverisshëm. Ne kemi nevojë të qeverisemi dhe të qeverisim, ne kemi nevojë të bëjmë reforma dhe kemi nevojë të bëjmë punët. Në qoftë se ne bijem në batakun e 10 partive edhe të lojrave të cirkut mes gjithë farë lloj speciesh që vërtiten në atë arenën e cirkut, atëherë ne nuk kemi asnjë gjas që të bëjmë gjërat e duhura. Ndërkohë që përtej të gjitha defekteve, gabimeve të metave që pa diskutim ne kemi, punët që po bëjmë janë punë të dobishme dhe janë punë me duk për Shqipërinë dhe për shqiptarët.
po rrisim pensionet, po rrisim prap pagat, po rrisim pagën minimale, po shtojmë investimet, pa shtuar taksat, pa rënduar askënd për të krijuar të ardhura, pra faktikisht ne po bëjmë punët që na takojnë edhe njerëzit po na japin besim. I referohem faktit që ju jeni shprehur në distancë në idesë që ndoshta parlamentit duhet shkojë drejt 100. Po, kjo nuk ka lidhje me hapjen e sistemit politik, kjo ka lidhje me ju keni qenë gjithmonë partizani i dy partive. Po, unë jam partizani i dy partive dhe unë ju ftoj të shikoni se ç'a ndodh në përbot sot dhe ç'a ndodh në vendet e paqeverisshme dhe ç'a ndodh në vendet që qeverisen, qoftë edhe me koalicione, po koalicione të qëndrueshme. Ndërkohë që ideja se demokracia lulëzon kur ka 100 parti është një ide absolutisht infantile dhe që nuk është e bazuar në asnjë lloj prove të realitetit, sepse lulëzimi i demokracisë do të thotë lulëzimi i jetës institucionale dhe jeta institucionale ndërtohet me reforma dhe reforma duan mbështetje politike dhe mbështetja politike buron nga fuqia që ke për të ekzekutuar vullnetin në funksion të reformave. Nuk bëhen reforma me 100 parti, nuk i ka bërë ndonjëri ndonjëherë që t'i bëjmë ne dhe s'kemi fare pse hymë asaj rruge. Po vetëm në kushtet aktuale që flas, ju keni drejt në teori, po në praktik sot kemi një mazhorancë e cila nuk lëviz, është solide, pavarësisht ç'a ndodh. Jo, pse pavarësisht ç'a ndodh, se kjo ja diskutojmë, të diskutohet, pse pavarësisht ç'a ndodh. Ndërkohë keni një opozitë e cila vetëm opozitë nuk është për moment, dhe nuk ofron asnjë lloj alternative për pallish. Po, dhe një alternativë do të ishte temi oponenca, do të ishte mirë dhe për ju. Po, patjetër do ishte mirë, nuk e kemi. Ngushëllimet tona për ata edhe ngushëllojmë veten sa të mundemi duke përpjekur që të bëjmë më mirë dhe duke u bërë dhe opozite vetvetes në shumë raste. Kjo është ajo që kemi në këtë moment, por nëse Shqipëria sot është në momentin e vetë më të mirë të gjithë këtyre viteve, kjo natyrisht lidhet me faktin që Shqipëria sot qeveriset më mirë se që qeverisur ndonjëherë, dhe kjo lidhet me faktin që qeveria ka kapacitet politik në kuptimin e mbështetjes që buron nga besimi i njerëzve dhe nga numrat që kanë në parlament. Kur ju referohet opozitës që i bëni vetvetes, sot në një nga televizionet e Tiranës ju kanë nxjerrë një video kur ju ishit shumë i ashpër me dikën në telefon. Besoj ju kanë njoftuar. Në hotelin ku keni ndenjur dikujt që i stoni në telefon, je kryetar apo je bashkëkryetar, diçka e tillë, nuk e di me kë keni folur në telefon. Po është një video që kanë nxjerrë në televizion. Unë flas telefon gjatë gjithë kohës me shumë njerëz, i ka përzej dhe këto shkallët zbresë dhe deri poshtë ku ka bashkëkryetar organizatash për arsye të caktuara, edhe s'di nuk Nuk e kujtohet. Jo, kujtohet që kanë folur, po nuk di çfarë kanë parë, çfarë kanë nxjerrë, Mirë, do shkojmë një ndërprerje shumë shkurtë publicitare, do kthehemi me kryeministrin për të folur pikërisht për atë klimën e Tiranës, që është pak më e ftohtë se sa dielli këtu në Rom. Rikthehemi pas pak.
Rikthehemi në këtë intervistë live në Real Story këtu nga Roma me kryeministrin e vendit zotin Edi Rama. Zoti kryeministër më replikuat në fund pjesës së dytë çfarë po ndodh me ne. Çfarë po ndodh në fakt me majorancën? Çfarë më ndodh me majorancën? Po dëgjosh ekranet e Tiranës, thuaj se ka pasur lufta civile. Po kur ekranet e Tiranës kanë reflektuar realitetin e njerëzve në territor dhe kur njerëzit i kanë dëgjuar ekranet e Tiranës, se po dëgjoni njerëzit e ekranet e Tiranës ne nuk do kishim fituar si palë zgjedhje Dem Babaden, kështu që se di çfarë thon fare ekranet e Tiranës, se unë nuk i shoh ekranet e Tiranës, më ilumino. Për shembull, ti rikthehemi ditës Halloweenit, 31 tetorit. 3 ngjarje që ndodhen në një ditë, pastaj rastit, nëse gazetar nuk besojmë të rastit. Një vendim gjykatës kushtetuese që rikthen Erion Veliajn në postin e kryetarit të bashkisë, spaku që merr në hetim zëvendës kryeministrin dhe pak orë më vonë vdes Patosnana. Tani nuk besoj se një dorë e padukshme i ka bashkuar të treja bashkë. Ka ditë që janë me ngjarje, ka javë të tëra që s'ka ngjarje, kështu që nuk i shoh të lidhura me njëra tjetrën këto. Po nëse i marrim të treja me radhë, të treja kanë ato domethëniet e tyre sipas meje. Ti marrim me radhë. Domethënia e parë lidhur me të parën është që një njeri i rëndësishëm i jetës publike shqiptare për vitet tëra u nda nga jeta edhe la pas një kujtim pozitiv, mendoj. Madje ishte edhe disi e neveritshme të shikoje që ata cilët e torturuan, e burgosën, përndoqën me fjalët më të egra të shqipes për vitet tëra, papritur pa kujtuar, e mirë trajtuan dhe i dhanë atë që uroj më në fund ta besojnë, por nëse e besojnë, duhet t'i kërkonin falje dhe të bënin një shfaqje pendese publike për çfarë i kanë bërë në të gjallë. Leoni, para se të kalim të pikat e tjera. Ju në fjalimin tuaj e pranuat që ai kishte qenë babai juaj politik, siç dhe pranuat që ju ishit i biri që politikisht vrau babain. Për të zonë aty vendit. Pyetja ime është tani që ju jeni kryetari i Partisë Socialiste që për 25 tetorit vitit 2005 kam patur fatin që bëj intervistën e parë atëre me herë pas kongresit. Pra pas 20 vjetësh ju jeni babai politik i Partisë Socialiste. Se kam një birë që të më vras për momentin. Keni apo s'keni? Jo, se kam një birë politik që të më vras për momentin, flas. Se ku është? Se kam. Pra, sepse kjo pastaj këtu futemi pastaj tek teoritë konspirative të ekraneve, por dhe jo vetëm, lidhur me raportin tuaj me Erionin, i cili gjithë e dim që ka qenë raport shumë i afërt, por spaku nga vendimi i gjykatës kushtetuese dhe deri tani janë shtuar pikpyetjet nëse ka një pavarësisht kushteve në cilet ai ndodhet. A ka një raport tuaj? Ju keni një raport me Erion Veliajn? Raporti im njerëzor me Erionin është më i fortë sot se çka qenë, që të jemi të qartë. Nga ana ime. Po nga ana e ti? Jo, dhe kur them nga ana ime, e theksoj sepse nuk është një raport që ka komunikim për shkak të pozicionit në cilin ndodhet ai. Kështu që nga ana njerëzore, përveç se çka ka qenë më parë, është shtuar edhe një keqardhje e thellë për atë që ai po përjeton. Dhe nuk po hyj këtu të komentoj asgjë më shumë, sepse s'dua të
merren pastaj fjalët dhe të përdoren apo të keq përdoren si komente që kanë të bëjnë me drejtsinë se s'dua të hyj në atë territor. Jo, po pa hyrë te drejtësia, Jo, po them pra që kam një keqardhje shumë të thellë për atë që ai po përjeton. Dhe për mua, padrejtisht, ai po mbahet peng në qeli, në ndërkohë që me çfarë unë kam dëgjuar e me çfarë unë kam arritur të kuptoj, mbase nuk i kam dëgjuar të gjitha, si kam kuptuar të gjitha, por çfarë është bërë publike, për çfarë është bërë publike, ai fare mirë mund të hetojë në gjendje të lirë dhe mund të vazhdonte të drejtonte Tiranën. Kështu që në aspektin njerëzor, unë ndjej keqardhje të thellë për atë që ai po përjeton. Në aspektin e përgjegjësisë politike dhe publike që unë kam, ajo që thash në asamblenë e partisë dhe ajo që ne bëm është diçka që do ta bëja përsëri nëse do kthehesha mbrapa. Pra që Erioni të largohej nga ajo detyrë që është në pamundësi për ta kryer, sepse këtë tha dhe gjykata kushtetuese. Dhe që Tirana të mos mbetet pa kokë. Shumë e thjeshtë. Tani, të gjitha të tjerat janë pastaj dokra, janë teorira, janë muhabete të klubeve mediatike, të klubeve politike që mua nuk më interesojnë fare, realisht nuk më interesojnë. Dakor, As nuk i marr përsipër që ti komentoj. Dhe si shikoni dhe unë nuk po tjerën shumë se dhe unë nuk bëj tentoj të mos bëhem pjesë e atij lloj kazani, por ju sapo thatë që nëse do ktheheshit prapa do bënit sërish një të gjë, pra do kërkonit që Erioni të zëvendësohej me zgjedhjet e sepse mendoj është gjëja më e padrejtë që i bëhet Tiranës, që nga një anë i merret peng njeriu që ka zgjedhur, nga ana tjetër i merret peng e drejta për të zgjedhur dikë tjetër, në kushtet kur njeriu që ka zgjedhur mbahet në paraburgim nga drejtësia, pra nga i pushteti i pavarur, që ka të drejtën e vet të bëjë atë që mendon, dhe që pavarësisht se çfarë mund mendoj unë ose çfarë mund mendojmë ne, s'ka pikë rëndësie për sa i takon asaj që mendon dhe që bën drejtësia. Se këtë kemi vendosur t'i japim pavarësinë dhe mos ta vëmë në diskutim faktin që është i pushteti i pavarur dhe pikë. Por ama nga ana tjetër, nevoja e qytetit është gjithmonë më alarmante. Kjo është një gjë që shifet, që duket, që kuptohet, dhe qyteti nuk mund të drejtohet me delegim ose me telekomand, sepse bëhet fjalë për një qytet 1 milion njerëz që hynë edhe që qarkullojnë gjatë ditës. Erioni Zori publikoi një urdhër pak ditë më parë ku urdhëronte bashkinë të merrej me zbukurimet dhe me festat për festat e. Pra, ja këto janë të gjitha shenja të një anomalie të madhe, por gjykata kushtetuese vendosi ndryshe, edhe lajmi aty në fakt për mua do duhet ishte që nuk e kontrollokemi, ne nuk e paskam kapur unë gjykata kushtetuese, se nuk është hera e parë në fakt që vendos ndryshe nga vullneti im dhe i qeverisë, po në këtë rast ishte si thush një në thonjza karshillëk i drejt për drejt, por është gjykata kushtetuese, është drejta gjykata kushtetuese të marrë vendimet që i takojnë asaj t'i marrë, dhe tani nëse kjo gjykatë kushtetuese do të jetë koherente me këtë vendim, do duhet që kur kryetari i bashkisë shkoi aty për të kërkuar të lirohet dhe të vazhdojë në gjendje të lirë procesin, gjykata kushtetuese duhet ta lirojë, sepse ndryshe është bie në kontradikt thellë me vetveten. Këtë them unë. Në fakt, për shumë veta vendimi është kontradiktor, se si thatë dhe ju, nga njëra anë e quan S'ka mundësi të shkoj, po ju nuk duhet ta lëvizni. Pra, vendimi i gjykatës kushtetuese jo në atë mënyrë. Pra, në një farë mënyrë gjykata kushtetuese jo në mënyrën se si është kërkuar. Pra, Erioni duhet të prezantojë bashkiak, dhe qeveria duhet argumentonte më shumë se thjesht nuk ka çfarë argumenton qeveria, sepse Erioni nuk ka shkel kushtetutën.
Dhe pastaj këtu hym në një diskutim tjetër që a duhet në fakt gjykata kushtetuese ta merrte fare në konsideratë, sepse ai nuk është shkarkuar për shkeljet kushtetutës, ai nuk ka bërë në këndvështrimin tonë në një faj dhe për këtë duhet shkarkuar, ai thjesht nuk ka ardhur në punë sepse nuk është mundësuar që të vijë në punë, por ama puna duhet bërë apo jo? Por ama gjykata kushtetuese në një farë mënyrë nuk e mbylli 100% derë. Këtë nuk e di unë çka ka bërë gjykata kushtetuese, e mbylli e hapi, unë di që gjykata kushtetuese e la Tiranën pas zgjedhje dhe e la Tiranën pa kryetar bashkie. Dhe për këtë ose më saktë konsideroj kryetar bashkie atë që është pamundësi për të bërë detyrën, kështu që po gjykata kushtetuese duhet bëj hapin e dytë që t'i japë mundësinë të bëjë detyrën. Dhe pyetja ime tjetër, ju sapo thatë pak më herët që nëse do rikthehesha do të bëja të njëjtën gjë. 100 herë. Pyetja ime është shumë e thjeshtë. Do të tentoni sërish ta shkarkoni zotin Velia nga kryetari i bashkisë? Po nuk do shkojmë ti biem murit me kokë se të shkosh kundër një vendimi që ka marrë gjykata kushtetuese apo cila do gjykatë, shkosh ti biesh murit me kokë edhe të praktikisht të hysh në konflikt me sistemin që ke zgjedhur, që është sistemi demokratik dhe unë nuk mund të hyj në konflikt me zgjedhjen strategjike dhe historike që kam bërë dhe kemi bërë si Parti Socialiste, që i kemi dhënë pavarësinë e plot drejtësisë. Pra Erion Veliaj do të qëndrojë kryetari i bashkisë deri në vitin 2027. Po nëse nuk ka mundësi për të shkarkuar, si do ndodhi? Po se thatë ju këto na e thonë pra. Jo, po se thatë ju kush do thotë tjetër. Po e ka thënë gjykata kushtetuese pra. Erion Veliaj qëndron kryetari i bashkisë Tiranës deri në 2027. Ai nuk mund të shkarkohet. Kaq është shumë e thjeshtë. Pra do vazhdojë të qëndrojë kryetari i bashkisë deri në 2027. Po ç'do bëjmë? Okej. Besoj që i dhat një përgjigje kësaj gjëje, sepse dilema ka qenë nga deklaratat tuaja se ju vazhdoni takimet me njësitë bashkiake në Tiranë. Po jo, unë do patjetër vazhdoj takimet me njësitë bashkiake në Tiranë. Po si do ta bashkëqeverisni Tiranën? Jo, takimet me njësitë bashkiake në Tiranë janë takime që bëhen në një komplet kontekst tjetër, nuk kanë lidhje me fushatën zgjedhore. Janë takime që bëhen në kontekstin e komunikimit me njerëzit dhe nuk bëhen vetëm njësitë bashkiake në Tiranë, bëhen në të gjitha njësitë e Republikës. Deputetët tanë, drejtuesit tanë politik kanë qenë në të gjitha njësitë dhe vazhdojnë bëjnë punën me njerëzit, se 83 mandate janë detyrim shumë i madh. Plus që tani ka përkon kjo me kohën e buxhetit. Është buxheti i përgjithshëm dhe buxheti i përgjithshëm 2026 ka disa gjëra shumë të rëndësishme për të ndarë me publikun. Kryefjala arritja, fillimi i ciklit të rritjes së pensioneve dhe pastaj është dhe buxheti bashkiak dhe nuk ka kryetar bashkie. Kështu që drejtuesja politike e Tiranës, nën kryetarët, kryetarja në detyrë etj do bëjnë këtë punë. Dhe unë kur kam mundësi shkoj ose do shkoj qoftë aty, qoftë vende të tjera. Çfarë ndodh me Olgerda Manasiliun tani? Olgerda Manasiliu është drejtuese politike e Tiranës, është deputete e Partisë Socialiste dhe do të jetë ajo kandidate? Është kandidatja jonë, Olgerda patjetër. Pra ajo do jetë kandidata jo në 2027? S'kemi tjetër, Olgerdën kemi po. Po mund të lirohet Erion Veliaj. Mund të lirohet Erion Veliaj. Tani ne po flasim në këto kushte që jemi sot. Zoti kryeministër, po a ditë premte? Por lirohet Erioni nuk mund të jetë kandidat në 2027 për 2031. Po. Jo, edhe për arsye se nuk mund të kandidojë për herë tretë, po. Për herë katërt. Për herë katërt, yes. Zoti kryeministër, zëvendës kryeministri apo ditë premte u morën në hetim për mos barazin trajtimin e tenderit për tunelin e Llogaras. Ju nuk keni bërë asnjë koment? Edhe s'kam dorë mund të bëj asnjë koment. Çfarë koment të bëj? Si tha Lori Boriçi, shiu ka punë vetë, ne kemi punën tonë. Spaku ka punë vetë, pra ju keni punën tuaj. Po, normal, janë të ndara. S'kemi asnjë dilemë në këtë pjesë. Dhe nuk ndryshon asgjë. Çfarë do ndryshoj? Ju e dini. Çfarë do ndryshoj? Duhet mësohemi me këtë. Nuk është diçka që tani më kemi nevojë akoma të jetojmë për të mësuar. Duhet të mësohemi me këtë, që jetojmë në një sistem ku Partia Socialiste e Shqipërisë dhe askush tjetër, që t'jemi shumë qartë për këtë, me mua në krye,
i kemi njohur pavarësinë e plot drejtësisë. Dhe njësoj siç janë tërhequr fuqitë koloniale nga territoret e kolonizuara, kemi tërhequr politikën nga territori i drejtësisë. E kemi tërhequr. Dhe jemi të vetmit garant për mos futjen përsërit politikës në territorin e drejtësisë. Jeni sigurt për këtë? Jam 100% sigurt sepse të tjerët përbetoheshin që do ta shkrihin spakun të nesërmen po të fitonin zgjedhjet. Po këtë po thoja. Jo po të fitonin, po kur të fitonin zgjedhjet. Po këtë po thoja, po ndërkohë nga ana tjetër duhet që fashikujt e spakut po përhapen nga deputet opozitës. Pra kur thoni që s'ka influencë politike, ndoshta s'ka influencë politike nga ju. Po jeni sigurt që s'ka nga pala tjetër? Jo, kisha në sensin që jemi të vetmin garant që politika nuk do rifutet në territor për ta rimarrë prap territorin dhe për t'i njohur drejtësisë, suverenitetin jo, nuk po flasim për lidhje, për kanale, për prokuror që bëjnë lojra me median, që rrjedhin informacione, që nxjerrin sekrete timore, etj. Nuk po flasim për këto. Këto janë defekte, faje, krime brenda sistemit të drejtësisë. Po flasim për pavarësinë e atij territori dhe për garancinë që ai territor nuk do ripushtohet nga politika. Dhe kjo garant për këtë jemi vetëm ne. Të tjerët do ta kishin ripushtuar nëse do kishin fituar zgjedhjet dhe janë gati në çdo moment që të marrin pjesë në një ripushtim, po kjo nuk ka për të ndodhur sa të jemi këtu. Dhe si do ta ndaloni këtë? Sepse është folur që çfarë ndalon? Si do ta ndaloni këtë, pra se puna është njerëzit tonë mos fusni as ju duart, po mos fusin as tjerët. Jo. Këtë e garantoni tot? Jo, tani futja e duarve të njërit të tjetrit është një temë tjetër që ka të bëjë me integritetin e këtij sistemi drejtësie, ka të bëjë me cilësinë e vendimeve të këtij sistemi drejtësie, gjë që ishte shkruar edhe në progres raport, ka të bëjë me mënyrën se si organet e drejtësisë ngrihen në lartësinë e misionit tyre dhe se si nuk lejojnë që brenda tyre të ketë shkelës ligjit dhe të ketë kriminal të veshur si prokuror apo të veshur si gjykatës. Dhe për këtë ai sistem ka hallkat e veta, ka këshillën gjyqësor, ka këshillën e prokurisë, ka inspektorin e lajt drejtësisë. Por këto janë procese dhe janë probleme që duhen trajtuar në instancat e duhura dhe në mënyrën e dur, pa futur duart politika në kuptimin e cënimit të lirisë dhe të suverenitetit të sistemit. Nesër, që është e premte, spaku ka thirrur Sali Berishën për herë të parë për çështjen e 21. Po trasi këtë doj edhe të bëj atë që shef të arsyeshme, unë nuk më intereson fare, t'ju them të drejtën, se kë thret dhe kë pyet në kuptimin që të marr pjesë në këto ndodhira, sikur janë ngjarje që do të merremi të gjithë me këto ngjarje, sepse jo, jeta duhet merret. Po ta them në tërësi, jeta e vendit nuk është spaku dhe kushtiret në spak. Ajo është jeta e spakut, dhe jeta e vendit ka 1000 gjëra tjera dhe unë personalisht jam i ngarkuar të merrem me disa qindra nga ato 1000 gjërat e tjera, kështu që punët janë të ndara. Për sa i përket 21 janarit, thot një fjalë e urtë, më mirë vonë se kurrë, por nuk e di nëse jemi përpara një zhvillimi që do të sjell drejtësi për ngjarjen, apo jemi në një moment ku kemi të bëjmë me një epizod dhe pastaj zvarritja e drejtësisë për 21 janarin do të vazhdojë. 21 janari është bara më e madhe si thoshe mos arritjes së drejtësisë që
të tregoj se vërtet është e aftë dhe e gatshme të ngrihet në një lartësi tjetër dhe të merret me gjëra të mëdha, të merret me krime të mëdha, të merret me faje të mëdha, që vendosin standarde dhe vendosin gur të mëdhenj në këtë rrugë. Kështu që shpresoj shumë që të jetë një fazë re dhe finale e procesit dhe të mos jetë një epizod për atë spektaklin e parakalimeve aty para spakut ke stacionit trenit që është bërë një shëmti e madhe në vete. Pra është 21 janari testet e përdrejtësinë e re? 21 janari është test që është aty dhe ka vite që është aty edhe Flas për tren. Edhe të vrarët e 21 janarit rrotullohen në varr sa herë vjen data, ndërkohë që ne që jemi mbi tokë akoma ulim kokën sepse ndjehemi të turpëruar që nuk kemi më çfarë fjalësh të themi, ndërkohë që krimi bën mu edhe përgjegjësit për ato vrasje vinë vërdall edhe bëjnë moral nga mëngjesi deri në darkë. Një pyetje e fundit që lidhet me situatën e krimit para stacionit ngjarje tron që ndodhi 2 ditë më parë, që për fat keq themi përforconi den se në uniformat blu duhet një reformë thellë, zoti kryeministër. Ju bët një lëvizje revolucionare duke vënë zonën Koçiu, ministre të punëve të brendshme. Mendoni që duhet bërë diçka më shumë e policia? Jo, unë mendoj që ne kemi bërë progres të madh edhe në atë drejtim, por ajo që na mungon qartësisht në këtë moment është rritja e kapaciteteve për monitorimin dhe identifikimin e keqbërësve dhe ne kemi praktikisht vënë në vijë këtë proces që është zvarritur disa kohë për fat keq për arsye burokratike nga ana e policisë shtetit dhe nga ana e Ministrisë Brendshme, që është procesi i transformimit digjital të monitorimit me kamera inteligjente të rrugëve dhe të qyteteve të vendit, që do të thotë, e thënë në terma konkret, nëse ne do të kishim këtë sistem në këmbë, vrasit apo vrasi, apo nuk e di sa kanë qenë në Rinas, do ishin identifikuar në kohë reale, sepse sistemi nuk i jep mundësi keqbërësve të ikin në drejtim të paditur, ose e bën 1000 herë më të vështirë, po themi. Kështu që projekti është gati, financimi është vënë dispozicion, kompania është një nga më të mirat në botë, sistemi është i sprovuar në Emiratet e Bashkuara me një sukses të jashtëzakonshëm dhe shpresoj që në javët në vijim të fillojë më në fund puna dhe koha e realizimit e fillimit vendosjes në punë të sistemit është 12 muaj dhe pastaj do jemi në një tjetër nivel komplet për sa i përket kapaciteteve për të identifikuar edhe për të reaguar ndaj keqbërësve të çdo lloji. Zoti kryeministër, faleminderit që më mësonte. Ishte kënaqësi të kishim program. Faleminderit live nga kryeqyteti. Faleminderit që erdhe në Romë dhe rrugë të mbarë bashkë në Tiranë. Të gjitha rrugët çojnë në Romë. Këtej rollën edhe lajmet sot. Qëndron Veliaj, qëndron Balluku. Bashkë jemi të hënën ora 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natën e mirë. Kështu që në aspektin njerëzor, unë ndjej keqardhje të thellë për atë që ai po përjeton. Në aspektin e përgjegjësisë politike dhe publike që unë kam, ajo që thash në asamblenë e partisë dhe ajo që ne bëm është diçka që do ta bëja përsëri nëse do kthehesha mbrapa. Po të tentoni sërish ta
shkarkoni zotin Velia në kryetari i bashkisë? Po nuk do shkojmë t'i bijem murit me kokë, se të shkosh kundër një vendimi që ka marrë gjykata kushtetuese apo cila do gjykatë, shkosh t'i biesh murit me kokë. Po e ka thënë gjykata kushtetuese, pra. Qeveria qëndron kryetari i bashkisë Tiranës deri në 2027. Ai nuk mund shkarkohet. Kaq shumë e thjeshtë. Pra, do vazhdoj të qëndroj kryetari i bashkisë deri në 2027. Po ç'do bëjmë? Zëvendës kryeministri apo ditë premte u morën në hetim për mos barazin trajtimin e tenderit për tunelin e Llogaras. Ju nuk keni bërë asnjë koment. Edhe s'kam ndërmend të bëj, Ç'do më bëj? Si tha Loro Boriçi, shiu ka punë vetë, ne kemi punën tonë. Të vrarët e 20 janarit rrotullohen në varr sa herë vjen data, ndërkohë që ne që jemi mbi tokë akoma ulim kokën sepse ndjehemi të turpëruar që nuk kemi më çfarë fjalësh të themi, ndërkohë që krimi bën mu edhe përgjegjësit për ato vrasje vinë vërdall edhe bëjnë moral nga mëngjesi deri në darkë. Pra pas 20 vjetësh ju jeni babai politik i Partisë Socialiste. Se kam një birë që të më vras për momentin.